Përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Shpresoj të jeni mirë. Atëherë sot do të bëj parashikimin javor për javën nga 17 deri në 23 nëntor. Është një javë goxha e rëndësishme, kemi ndikime shumë të fuqishme, në përgjithësi janë sfiduese, edhe pse kemi shumë rrugdalje. Si fillim, si gjithmonë, gjatë lidhjeve të mia të drejtë për drejta, bëj një parashikimin e përgjithshëm, pastaj kaloj tek shenjat. Parashikimet në përgjithësi, ose më të themi lidhjet e mia të drejtë për drejta, janë në dy herë në javë, kam ditën e martë dhe të shtunë. Ditën e martë bëj lidhje të drejtë për drejta në lidhje me ciklin e hënës, dhe me alternime bëj edhe me pyetje përgjigje. Këtë ditë të martë ishte për ciklin e hënës, që është hëna e re që do të ndodhi javën në vazhdim në datën 20 nëntor tek shenja e Akrepit. Mund ta gjeni tek kanali im YouTube-it, ndërkohë që ditëve të shtunë bëj gjithmonë parashikimin javor, ku flas në lidhje me javën në vazhdim. Përsëris në fillim flas në lidhje me ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat me radhë. Përveç këtyre, kam edhe parashikime ditore. Parashikimet ditore janë shumë të shkurtra, 1 minutë e gjysmë deri në 2 minuta në përgjithësi, dhe them vetëm gjërat më të rëndësishme të asaj dite, pikat ku duhet të ndalemi, si mund ta përdorim, ose gjërat që duhet të shmangim. Do t'ju këshilloj të ndiqni, mund ta gjeni tek të gjitha platformat e mia, pra në TikTok, në Instagram dhe në YouTube-in tim. Përveç këtyre shërbime për publikun dhe janë pa pagesë, kam edhe shërbimet e mia me pagesë, dhe këto janë personale. Këtu përfshihet analiza e hartës tuaj, mund të bëjmë analizën e lidhjes, pra të çfarë do lloj lidhje, si ato sentimentale, po ashtu dhe ato në lidhje me biznesin për shembull. Mund të gjejmë orën tuaj të lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë, dhe si rridhoj kësaj edhe ashendentin, ndërkohë që tashmë kam filluar të jap edhe mësime astrologjie. Të gjitha këto që sapo përmenda janë shërbime të cilat janë me pagesë dhe janë personale detyrimisht. Atëherë është java nga data 17 deri në 23 nëntor. Gjatë kësaj jave kemi disa ndikime shumë të fuqishme. Duke filluar nga data 19 nëntor, do të kemi rikthimin e Mërkurit tek shenja e Akrepit. Në këtë moment është në retrograd tek shenja e Shëgjetarit. Ky rikthim do të thotë për ne një fokusim shumë më të madh tek ndjenjat, mund të jemi shumë më tepër sentimental dhe këto mund të egzagjerojmë edhe pak më tepër, por fal kësaj do të rrim që të kuptojmë edhe më mirë se cilat janë ndjesitë tona të vërteta. Gjithsesi, do t'ju këshilloj të gjithëve që të mos bien pre e këtyre ndjesive, sidomos edhe ambienti që na rrethon, sepse në këto momente mund të jemi shumë më tepër agresiv. Përsëri, si rrjedhoj këtyre ndjenjave që deri në këto momente ndoshta nuk kemi dashur që të ballafaqohemi. Kjo do të jetë e vlefshme për të gjitha shenjat, na prek të gjithë. Mund të kemi shumë provokime dhe kjo do të vijë tre në çdo aspekt të jetës tonë, sidomos në marrëdhënie sentimentale, këtu ta vëmë re edhe më tepër, ditët të cilat do të jenë shumë më të prekura në lidhje me problemet në marrëdhënie sentimentale, do të jenë nga data 18 deri në datën 22. Përveç kësaj që sa përmenda, gjatë këtyre datave do të kemi probleme shumë të rëndësishme edhe me teknologjinë, mund të kemi probleme edhe me tërmetet. Në këtë rast tërmete të vogla, nuk është se do të kemi ndikime shumë të fuqishme tek ne, domethënë si njerëz, por natyra mund të preket në mënyrë të dukshme, sepse do të kemi edhe probleme, si rrjedhoj kësaj, edhe me ujërat, që do të thotë që vendet të cilat janë të ulta, pra në bregdet, mund të kemi edhe përmbytje. Për këtë arsye, duhet të marrim masa, si gjithmonë, në mënyrë që të mos përballemi me situata të vështira për ne. Datat 16 deri në datën 18 nëntor janë data në përgjithësi në një ndikim pozitiv, duke qenë se do të kemi një kënd pozitiv midis Diellit dhe Saturnit. Kjo do të thotë që ne jemi më të përgjegjshëm. Pavarësisht të gjitha këtyre ndjesive shumë të zmadhuara të cilat ndjejmë në këto momente, kemi edhe aftësinë që të përzgjedhim rrugën që na nevojitet për të zhvilluar ne vetë si individ, si edhe për të kryer detyrat tona më të rëndësishme. Do t'i këshilloj që ta përdorim. Ndër këto përgjegjësi mund të përfshihet, ose më themi do t'ju këshilloj që të përfshin edhe përgjegjësinë që keni ndaj shëndetit tuaj fizik,
Jemi në një periudhë kur të gjitha këto teme janë shumë të prekura, mund të kemi shumë infeksione gjatë kësaj jave që dalin më tepër në sipërfaqe, por në të vërtetë janë thjesht për të zgjidhur problemet ekzistuese, nuk është diçka e re, thjesht ne tani po e vëmë re. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm edhe për sa i përket shërimit të anës tonë psikologjike. Këto ta vëmë re si rrjedhoi e hënës së re që do të jetë në datën 20, që është edhe ndikimi tjetër më i rëndësishëm që kemi gjatë kësaj jave. Ndikimi që ka kjo hënë e re mund ta gjeni tek kanali im YouTube-it, kam bërë një video të gjatë, aty keni edhe ndikime që do të kenë tek të gjitha shenjat, i kam thënë me detaje, sidomos pjesën e shëndetit, e kam ndarë më vete këtë radhë, do të kushtohesh ta dëgjoni me vëmendje dhe të merrni masa. Përveç kësaj, gjatë kësaj jave do të kemi edhe kalimin e diellit tek shenja e shigjetarit. Kjo do të thotë që do të fillojmë tashmë stinën e shigjetarit, pra të gjithë atyre që kanë lindur në këtë shenjë, po uroj që tani kësuar ditëlindjen. Ky është ndikim në përgjithësi pozitiv, sidomos për shenjat e zjarrit. Këtu përfshihen shenja e dashit, shenja e luanit dhe vetë shenja e shigjetarit. Edhe ne vetë do të ndihemi shumë më tepër optimist, duke qenë se shenja e shigjetarit është e drejtuar nga Jupiteri, që na sjell fat në përgjithësi. Kur dielli kalon te kjo shenjë, të gjithë ndihemi vërtet shumë më tepër optimist, duam më tepër aventurën, jemi më televizor dhe jemi shumë më tepër social. Kjo na bën vërtet shumë mirë, sepse po kalojmë tashmë në një periudhë që është shumë e vështirë, pak më tepër do të jetë edhe pas hënës së re. Kjo hëna e re do të thotë për ne të gjithë edhe një shërim, siç e përmenda, do të prekë shumë dhe anën tonë psikologjike, prandaj edhe një kalim i tillë vërtet që do të jetë shumë i domosdoshëm. Do të flas shkurtimisht për ndikimet që kemi nga këndet gjatë kësaj jave, duke qenë se janë shumë të fuqishme, përveç këtyre ndikimeve që kemi nga kalimet planetare. Disa nga këndet më të rëndësishme që do të kemi gjatë kësaj jave, një prej tyre përmenda që është edhe kënd pozitiv që ka dielli me Saturnin, ndërkohë që një kënd tjetër është kënd pozitiv përsëri do të kryejë dielli me Neptunin. Kjo na shtyn drejt ëndrave, realizimit të ëndrave të tyre dhe na jep një imagjinat vërtet shumë të madhe. Nga ana tjetër, jep edhe mundësi për të shëruar. Ky është një shërim më tepër fizik dhe psikologjik, duke qenë se këto janë temat kryesore të kësaj jave, do të kushtohesh të përdorni komunikimin në këtë rast. Mund ta drejtojmë në atë pikë, sepse edhe nga miqësia ose njerëzit që kemi rreth rrotull, mund të perceptojmë shumë më mirë veten tonë, do të bëjmë reflektim shumë më mirë pra janës tonë, të botës tonë të brendshme, si rrjedhoj do të kemi edhe një shërim në lidhje me këto tema. Është edhe një nga javët ku të gjitha diskutimet do të jenë shumë më të thella se çfarë kemi pasur deri tani. Njerëzit që në këto momente përballemi do të na shtyjnë drejt pak a shumë tek këto tematika dhe do të arrijmë që të kuptojmë veten tonë më mirë në disa shtresa shumë më të thella se çfarë kemi kuptuar deri në këto momente. Një kënd tjetër i cili edhe ky është shumë i fuqishëm do të jetë në datën 23 nëntor. Do të kemi një kënd pozitiv përsëri të diellit, në këtë rast do të jetë me Plutonin. Është ditën e diel do ta ndjejmë më tepër, pra e javën që vjen, por këto do të fillojmë që ta ndjejmë që nga dita e premte. Duke qenë se dielli do të jetë në momentin e fundit të shenjës së Akrit për ditën e premte, këto do ta ndjejmë shumë pak më të butë, më të themi, ndërkohë që dita e diel do të jetë një ndikim shumë të madh pozitiv. Për këtë arsye, ne do të jemi tashmë shumë herë më optimist në jetës, jo vetëm sepse dielli do të jetë tek shenja e shigjetarit, por ndërkohë edhe gjitha rëndesa që na jep në Plutoni, në këtë rast do të ngrihet prej nesh dhe si rrjedhoj do të jemi shumë më të aftë që të kapim atë momentin dhe në të njëjtën kohë ta shohim jetën tonë shumë më tepër. Ndikime që do të kemi në lidhje me shëndetin, i përmenda shumë gjërësisht tek lidhja e drejtpërdrejtë ose tek video që bëra në lidhje me hënën e re, që është tek shenja e Akrepit, mund ta gjeni tek kanali im YouTube-it. Prandaj gjatë kësaj dite nuk do të, ose më them tek kjo lidhje nuk do të qëndroj shumë, por kemi një ndikim shumë të fuqishëm gjatë këtyre ditëve, që është duke filluar nga dita e sotme bile, data 15, 16 dhe 17. Do të kemi një ndikim shumë të fuqishëm në lidhje me aksidentet. Këto mund të prekin edhe shëndetin tonë fizik, mund të prekin dhe ambientin. Në përgjithësi, këto mund të shkaktojnë dëme të rëndësishme edhe tek shëndeti jonë, mund të shkaktojnë dëme të rëndësishme edhe në anën materiale. Sot kishte lajme për shembull në lidhje me zjarre në Astir.
gjëra të tilla mund të ndodhin shpesh në këto momente, prandaj do të këshilloj të gjithëve që të jemi shumë të kujdesshëm, sidomos në lidhje me fizikun ton, sepse kjo është pika ku mund të preket edhe pak më tepër. Në qoftë se veprojmë në mënyrë impulsive, mund të jemi pak më të hapur ndaj aksidenteve që prekin anën tonë fizike, sidomos pjesën e kokës, prandaj do të jemi më të kujdesshëm gjatë këtyre ditëve, të mos veprojmë në mënyrë impulsive, pra të nxituar, të jemi të programuar dhe mundësisht të qëndrojmë pak më larg çdo gjë që nuk e njohim mirë, për çdo aktivitet i cili përmban risk. Këto ishin ndikimet që kemi gjatë kësaj jave, ose më të themi të përgjithshme, do çfarë kemi gjatë kësaj jave. Do t'ju këshilloj që të merrni parasysh pjesën që ju thash në lidhje me aksidentet që mund të kemi gjatë kësaj jave, sepse vërtet që mund të bëhen shumë problematike dhe do të shkaktojnë dëme të cilat do të na duhet kohë që të rikuperojmë. Do të fillojmë me njëherë tek ndikimet që do të kemi tashmë tek shenjat. Shenja e dashit gjatë gjithë kësaj jave ka një ndikim shumë të fuqishëm, duke qenë se drejtuesi i tyre, që është Marsi, do të jetë i vendosur mbi një udhëfiks i cili shkakton vërtet shumë probleme, i bën ata shumë më tepër impulsiv. Dhe pak më tepër, duke qenë se në këto momente Marsi është i vendosur tek shenja e Shëgjetarit, që do thotë që është një tjetër shenjë zjarri, ata vërtet që mund të veprojnë për pa u menduar mirë, dhe pastaj të fillojnë të mendojnë gjë që do të jetë vërtet shumë vonë. Pika ku do të këshilloj që të jemi më të kujdesshëm, të tregojmë edhe më tepër kujdes, është në udhëtimet që kemi në këto momente të planifikuara për jashtë të shtetit. Në qoftë se këto i bëjmë në kohën e dur, pra nuk i lëm për në momentin e fundit, ose i kontrollojmë disa herë dokumentat, kemi shumë më tepër aftësi që të zgjidhim probleme. Por, gjithsesi, pavarësisht të gjitha këtyre, mund të jemi pak në një frymë agresive ne vetë, ose ambienti që na rrethon mund të na tundojë shumë dhe mund të përballemi ndoshta edhe me persona të tillë. Në rastet e tilla, këshilla ime do të ishte që normalisht jemi më të qetë, të fokusohemi më tepër tek detyrat që kemi, pra të jemi më të përgjegjshëm dhe vetes të atë qëllimit që ne kemi për ta bërë diçka. Kjo do të na ndihmojë që të anashkalojmë të gjitha problemet dhe stresin, më mirë të themi, që mund të na shkaktojë ambienti gjatë këtyre ditëve. Dita e mërkurë është dita ku do ta ndijmë më tepër, por do të jetë në vazhdimsi gjithë javës. Dita e premte ose pas ditës së premte do të jetë shumë herë më tepër e zbutur, bile dhe ne do të jemi shumë herë më tepër të fokusuar tek realizimi i qëllimit që ne kemi në jetë. Me kalimin edhe të diellit tek shenja e Shëgjetarit, gjitha këto energji që deri në këtë moment ndoshta nuk dinim se si ti përdorni, mund të ketë qenë disbalancuara, tashmë do të fillojmë që të ndijemi në mënyrë shumë më pozitive, sepse do të jemi shumë më të balancuar. Dielli do të jetë në energjinë e Shëgjetarit, që do thotë që edhe ne vetë ndihemi shumë më tepër optimist. Bile marrim edhe një ndihmë shumë të madhe nga sistemi, Zoti, quajeni çfarë të doni. Kjo do të, siç e thash, do të fillojë datën 22, dielli do të kalojë tek shenja e Shëgjetarit, që është dita e shtunë. Pra deri ditën e shtunë do të na duhet që ne vetë jemi të kontrolluar, ndërkohë që duke filluar nga dita e shtunë e tutje, do ta kemi shumë më të thjeshtë sepse do të marrim një ndihmë. Në lidhje me shëndetin, shenja e Dashit është një nga shenjat më të prekura. Do t'ju këshilloj që të dëgjoni edhe videon që bëra në lidhje me hënën e re, por përveç asaj, po ju këshilloj që tani që të jeni shumë të kujdesshëm edhe në lidhje me shëndetin tuaj psikologjik. Kjo sepse do të keni një stimulim shumë më të madh nga jashtë gjatë gjithë kësaj jave, në mënyrë që ju të mësoni që të vini kufij të shëndetshëm. Shenja e Demit gjatë gjithë kësaj jave ka një ndikim shumë të fuqishëm. Deri ditën e shtunë fokusimi këtyre kryesor do të jetë në lidhje me marrëdhëniet që kanë me partnerët e tyre dhe me veten e tyre, duke qenë se këtu do të jenë vërtet shumë të nxitur. Jemi futur në një fazë ku të gjitha tematikat që kanë qenë karmike, çfarë do të them me këtë, të gjitha temat cikle që ripërsëritesin vazhdimisht, gjasa jave do të mbyllet. Në një mënyrë ose në një tjetër. Të gjithë njerëzit që kanë qenë toksik do të dalin nga jeta e tyre, ose ata vetë do të arrin të riperceptojnë lidhjen dhe do të gjejnë një rrugë të mesme. Pra, nuk kemi më diçka në mes, nuk ka më angri për shenjën e Demit në lidhje me çështje sentimentale, sidomos tashmë jemi në një fushë ku është ose bardhë ose dhe zi, është diçka pozitive, ato do ndihmojnë që të rriten në mënyrë kolosale pas kësaj, sepse do të jenë të qetë në lidhje me këtë temë. Në përgjithësi ka një ndikim shumë të madh pozitiv, lidhjet do të shkojnë në një shërim, por ato që janë përtej shërimit tashmë detyrimisht do të mbarojnë. Për shenjën e Demit, kjo do thotë që edhe lidhjet aktuale, të cilat nuk e dini nëse doni të vazhdonin, apo nuk e dini se cila është rruga që doni të ndiqni, apo që nuk ishin ende gati, nuk e ndjeni veten gati ndoshta për të kryer familje,
pas kësaj do ta ndjejmë veten më të gatshëm për të bërë zgjidhjen e duhur. Në përgjithësi do të kemi krijimin e familjeve të reja, por kjo është në përgjithësi, jo të gjithë do të jenë të aftë që ta bëjnë këtë ose do të kenë dëshirën që ta bëjnë këtë. Në lidhje me shëndetin do të jemi më tepër të fokusuar gjatë gjithë kësaj jave në për sa i përket tematikave që kanë të bëjnë shëndetin e tyre në lidhje me shëndetin e tyre fizik, më të themi, por do të këshilloj edhe shenjës së demit një lloj siç është tek shenja e dashurisë që të fokuson edhe tek shëndeti i tyre psikologjik. Gjatë gjithë këtij muaj, duke qenë se do të kemi një ndikim shumë të fuqishëm tek shëndeti psikologjik, do të na duhet që të shndërrojmë veten tonë në një individ më të shëndetshëm në lidhje me këtë temë, një person i cili i shërben më mirë shoqërisë, detyrimisht edhe kjo është e vlefshme edhe për shëndetin e demit. Përveç kësaj, shenja e demit, ndikimet më të fuqishme që do të ketë gjatë kësaj jave do të vinë në fushën e karrierës. Tu do të jetë një ndikim shumë i madh pozitiv. Sidomos, nga mesi i javës deri në fund të kësaj jave do të kemi një fokusim shumë të madh këtu. Ditën e mërkurë do t'ju këshilloj që ta përdorin në maksimum, sepse do të mund të kemi dhe rikthimin e mundësive ose propozimeve që mund të vinë nga kolegët e tyre. Dhe do të kenë një aftësi shumë të madhe për të përzgjedhur për të qenë më praktik në lidhje me këto tema, pra në lidhje me punën e tyre, gjë që do të bie më tepër në sy në lidhje me karrierën dhe do të thotë edhe një rritje. Gjatë periudhës së retrogradës së Mërkurit nuk këshillohet që të marrin vendime, por mund të vërtetojmë mirë situatën dhe të japim përgjigje për tema të cilat e dim dhe jemi të sigurt. Gjithsesi, por në qoftë se nuk na duhet që të firmosin në kontratë, mund edhe të themi po ose jo në vartësi të situatës. Për sa përket çështjeve sentimentale e përmenda, ato janë në lidhje me lidhjet e afatgjata në përgjithësi, por gjatë kësaj jave do të preken shumë edhe lidhjet e reja, ato që duam që të fillojmë. Këshilla ime do të ishte që këto të marrin pak më tepër moderitet, të mos bien pre emocioneve tona, sepse gjatë kësaj jave mund të jemi shumë më tepër pasionat se çfarë duhet. Kjo është çfarë kisha në lidhje me shenjën e demit. Është një periudhë pozitive shenja e demit, këtë më duhet të analizoj, sidomos në lidhje me të ardhurat materiale dhe krimin e stabiliteti, do të këshilloj që të jemi të vetëdijshëm në mënyrë që t'i përdorim këto në maksimum. Të gjitha propozimet që vijnë nga shoqëria, gjatë kësaj jave do t'i këshilloj që ti marrin parasysh sepse mund të jenë shumë pozitive dhe të kenë efekt shërues, sidomos në lidhje me problemet që mund të kemi hasur deri në këtë moment me të ardhurat materiale. Pra është në një rigjenerim i dukshëm për shenjën e demit, kjo javë komplet do t'i këshilloj që ta përdorim. Shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve është shenja më e prekur e kësaj jave. Nga hana e rresh do të jetë shenja e akrepit, shenja e gaforës do të jetë më e prekur, por gjatë gjithë kësaj jave do të ketë një ndikim të fuqishëm shenja e binjakëve. Ndikimi më i fuqishëm që ata do të kenë do të jetë në lidhje me shëndetin. Gjatë gjithë kësaj jave kemi një ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket rrugëve të frymëmarrjes, mund të kemi infeksione që prekin pjesën e fytit dhe kjo do të thotë që shenja e binjakëve do të jenë vërtet shumë të ndikuar duke qenë se këtë zonë kanë shumë të prekur, se kanë shumë të ndjeshme. Në qoftë se keni probleme kronike në lidhje me këtë temë, do t'ju këshilloj që të jeni më të kujdesshëm, të merrni, të rinovonit edhe një recetat pra të shkoni te doktori. Pika ku do t'ju këshilloj që të jemi edhe më të kujdesshëm do të jenë marrëdhëniet që kemi me të afërmit tanë, sepse pjesa e fytit dhe komunikimi gjatë kësaj jave mund të jetë jo ashtu siç duhet, mund të jetë më i pashëndetshëm se çfarë nevojitet. Kjo do thotë që mund të shpërndajmë pak më tepër helm se çfarë duhet. Si rrjedhoj do të prishim edhe marrëdhëniet që ne kemi. Çështjet sentimentale gjatë gjithë kësaj jave për shenjën e binjakëve janë shumë në sken. Do të kemi një shërim të dukshëm të këtyre tematikave, por si fillim do të na duhet që ne të perceptojmë mirë se ku ne vetë kemi bërë gabime. Prandaj dhe detyrimisht do të stimulojmë shumë sepse personat që kemi përballë mund të mos komunikojnë ose mund të mos thonë gjëra të cilat ne na bëjnë se ndihemi mirë. Dhe kjo është edhe arsye që do të kemi edhe një stimulim vërtet shumë të madh nga jashtë. Ne këto mund të perceptojmë më tepër si provokime, por në të vërtetë nuk janë ashtu, janë thjesht për të na mbajtur në një pasqyrë përpara, në mënyrë që ne të fillojmë që të veprojmë në mënyrë më të shëndetshme. Pas kësaj jave shenja e binjakëve do të them që do të dalë ose do të ndërrohet në një individ i cili është shumë më i përgjegjshëm, i cili është shumë më praktik në përqasjen që ka ndaj çdo gjë që ka në jetë, edhe ndaj shëndetit të tyre fizik, po ashtu edhe ndaj shëndetit që kanë në lidhjet në marrëdhëniet e tyre, dhe si rrjedhoj do të bëhet një individ shumë më i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm.
por kjo javë është shumë sfiduese por i përsëris. Mënyra se si mund të kalojmë më thjesht është të fokusohemi më tepër tek vetja jonë, tek gabimet që ne mund të bëjmë në këto momente dhe të perceptojmë mirë se çfarë po na del përpara në mënyrë që ta përdorim atë për të tjetërsuar në një individ që është më i shëndetshëm edhe për veten tonë dhe për të tjerët. Një ndër pikat më të rëndësishme dhe më pozitive që do të ketë shenja e binjakëve, pas kësaj do të jenë shumë herë më, domethënë do të kenë shumë herë më tepër fat në çështje sentimentale, por kjo do të vijë më vonë, duke filluar nga dita e shtunën tutje, deri ditën e shtunë do t'ju duhet atyre vetë që të punojnë me veten. Por përsëris ju këshilloj që të jemi shumë më të kujdesshëm në lidhje me temat që sapo thash. Ndërkohë që karriera në këtë moment është në një rritje konstante, ose më thënë nëse jemi të vëmendshëm, nëse nuk jemi të vëmendshëm në lidhje me pra ne jemi të përmbajtur më të themi, mund të kemi dhe ulje te karriera, pra duke qenë se do të kemi probleme, prandaj dhe do të jemi shumë të përmbajtur. Shenja e gafores është edhe kjo shumë e ndikuar, duke qenë se do të kemi një hënë të re deri ditën e njëjtë, do të jetë vërtet në një energji shumë të ulët. Kjo energji do ta ndikojë në çdo aspekt të jetës së tyre. Pika ku mund të ndikojë më tepër është shëndeti i tyre fizik. Në këtë moment ose mirë them, nga kjo hënë e re do të dalin vërtet të rigjeneruar, sidomos në lidhje me perceptimin që ne kemi për veten tonë, po ashtu dhe perceptimin që kemi në lidhje me marrëdhëniet tona, por deri ditën e njëjtë do të jemi vërtet shumë të sfiduar. Në këto momente i gjithë organizmi i shenjës së gafores që kërkojnë pjesë, po ndryshon. Kjo për të mund të mbartë me të themi, të ketë kapacitetin për të mbartur çdo gjë që po hyn në jetën e saj. Detyrimisht kjo është shumë e lodhshme, i duhet vërtet shumë punë, por pas kësaj do të shndërrohet vërtet në një individ, do të ketë në jetën e tij vetëm gjëra që i nevojite. Deri ditën e njëjtë, për këtë arsye shenjës së gafores nuk do të këshilloj që të mbaren shumë punë përsipër, do të këshilloj që të spastrojnë një gjërat që kanë nëpër duar. Këtu vlen edhe sendet që kanë brenda shtëpisë, nëse nuk keni ndryshuar garderobën ende, do të këshilloj që ta ndryshonit. Kemi kohë, sidomos ditën e nesërme për shembull, që është ditë e diel, do ta këshilloj që ta përdorni në lidhje me këto tema. Ndërkohë që java në vazhdim deri ditën e njëjtë, mund të fokusohemi më tepër në spastrimin nga jeta jonë, çdo gjë që e shikojmë që është toksike dhe nuk na shërben më. Pas ditës së njëjtë, ajo çfarë do të vijë tre tek shenja gafores, do të jenë, siç e thash, më tepër optimiste në përqasjes që kanë ndaj jetës, do të kemi një rritje në kreativitet, e kemi filluar që ta ndjejmë që tani, por pas ditës së njëjtë do të fillojmë që ta bëjmë në punë gjithë këtë kreativitet që kemi, si edhe mund të kemi të ardhur materiale shumë më të mira, mund të kemi krijimin e lidhjeve të reja, deri ditën e njëjtë mund të kemi rikthimin nga ish-partnerët tanë. Këshillën time e dini, gjithsesi, por i përsëris, nuk i këshilloj rikthimet me ish-partnerët tanë, por në qoftë se janë lidhje të cilat nuk janë mundur që të fillojnë të shkuaren, është diçka që do të këshilloj që të jepin një shansë në këto momente, edhe pse mund të jenë persona që janë ndryshe nga individët të cilët përzgjedhim në përgjithësi. Dhe do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm gjatë gjithë javës në lidhje me shëndetin. Më tepër do të jemi të prekur pas ditës së shtunës tutje, sepse edhe dielli do të kalojë tek shenja shigjetare. Kjo do të thotë që shenja e gafores do të fillojë që të preket më tepër tek ana efikasiteti që kanë jetën e tyre, dhe këtu mund të preket edhe shëndeti, efikasiteti që kanë në lidhje me shëndetin e tyre. Pra, në si rrjedhoj mund të jemi edhe pak më të prekur. Nga gjatë kësaj jave do të kemi shumë më të prekur shëndetin ton fizik dhe ato mendor, por mund ta vëmë më tepër si problem në sistemin ton tretës, dhe plus gjatë kësaj mund të kemi edhe një tension të lartë, sepse do të kemi edhe një qarkullim gjakush më të shpejtuar. Okej. Shenja e luanit është edhe kjo shumë e ndikuar, do të kemi një hënë të re, do thotë dielli do të rilind. Përsëri në këtë rast do të rilindi tek shenja e akrepit. Çdo thotë çështjet familjare për shenjën e luanit. Kjo është sfiduese, deri ditën e njëjtë shenjës së luanit do t'i këshilloj që të fokusohen më tepër tek vetja e tyre, sepse çdo gjë që po ndodh në ambient do t'i stimulojë në mënyrë të dukshme, dhe kjo mund të thotë edhe reagime vërtet impulsive, që do të prishin marrëdhëniet që ata kanë me familjarët e tyre. Për këtë arsye, do t'i këshilloj që në këto momente të fokusohen më tepër tek vetja e tyre dhe tek shëndeti i tyre fizik. Duke filluar nga dita e shtunë e tutit, do të kemi tashmë shumë vendosje tek shenjat e zjarrit, që do të thotë mund të stimulojë
në mënyrë negative edhe rrugët ose më them sistemi kardiovaskular tek shenja e luanit, prandaj duhet fillojmë që të marrim masa që tani. Në qoftë se e stërmundojmë veten tonë edhe fusim një stres më të madh në jetën tonë, normalisht që kjo do të jetë një zonë më e prekur, por në qoftë se i marrim gjërat me qetësi, marrim përsipër vetëm ato çfarë na takojnë dhe fokusohemi më tepër tek argëtimi jon, tek zhvillimi jon personal, kemi shumë më tepër mundësi që të mos përballemi me asnjë problemi, por në qoftë se marrim më tepër stres se çfarë duhet, normalisht do të ndikohemi. Gjatë kësaj jave do të kemi zgjidhjen e shumë problemeve, sidomos në lidhje me çështjet familjare, ato probleme që janë midis familjarëve që kanë midis njëri tjetrit, do të këshilla që t'ju qëndrojmë larg, por në qoftë se është një problem që ne kemi me një familjar të caktuar, do të këshilla që ta diskutoni në qetësi, me qetësi, dhe vetëm për vetëm, pra mos jemi të gjithë bashkë. Kjo është mënyrë, është një javë më mirë të themi ku të gjitha këto tema mund të shërohen. Kemi një ndikim shumë pozitiv dhe mund të marrim më mirë të themi dhe një ndihmë shumë të madhe edhe nga personat që kemi rreth rrotull, kjo do thotë nga shoqëria ose nga njerëzit tanë më të afërt. Por gjithmonë vendimin kryesor ose me vendimin përfundimtar duhet ta marrim ne. Pavarësisht se mund të dëgjojmë të tjerë, të marrim mendimin e tyre, por vendimin përfundimtar duhet ta marrim ne dhe kushti i kësaj do të jetë a është i shëndetshëm apo jo për mua në afatgjat. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente shumë i stimuluar mund të kemi hyrje të personave, të shumë personave dhe rikthime nga shkuara për shenjën e luanit në jetën e tyre, por duke filluar nga dita e shtunë tutje, të gjitha këto do të shtohen edhe më tepër. Këshilla ime do të ishte që të prisnim pas retrogradës së Mërkurit, që është në datën 30 nëntor, pra që të marrim vendimin përfundimtar, por gjatë kësaj periudhe mund të argëtojmë, të socializohemi dhe gjithë ta personat të rinj që po hyjnë në jetën tonë, do të këshilloj të krijojmë si fillim shoqëri, është një moment shumë pozitiv në lidhje me këtë temë. Do të kemi një kreativitet vërtet shumë të lartë, ky kreativitet do të përkthehet edhe në krijimin e burimeve të reja materiale, që do thotë edhe stabilizim vërtet shumë të madh ekonomik për shenjën e luanit. Kjo do të jetë e vlefshme për gjithë muajt dhjetor më tepër, por edhe në këtë moment do të hetim hapat e para. Luani plot me Zoçka, po do të këshilloj që të jemi besnik. Vërtet do t'ju këshilloja, domethënë shenjës së luanit gjatë kësaj jave që të jemi besnik. Okej. Mirëmbrëma, dhe shenja e Virgjëreshës. Në këto momente shenja e Virgjëreshës kemi ka një ndikim të fuqishëm. Deri ditën e shtunë fokusimi tyre kryesor do të jetë në krijimin e një mënyre komunikimit të re. Do të ndihen shumë të ndikuar ata të cilët kanë biznesin e tyre dhe merren me një farë tregtie, një ndikim pozitiv më duhet të them, sepse do të gjejnë rrugë të reja për të kryer burime të reja materiale. Ditët të cilat do t'i këshilloj që të jenë shumë të kujdesshëm, shenjës së Virgjëreshës, do të jetë data 19. Kjo sepse Mërkuri, që është drejtuesi i tyre, do të rikthehet tek shenja e Akrepit dhe për shenjën e Virgjëreshës, kjo mund të thotë edhe mbarimin papritur të marrëveshjeve që deri në këtë moment mund të kemë pasur besim. Nuk është diçka negative në afatgjat, por për momentin mund të shkaktojë edhe dëme të artë materiale, prandaj gjatë këtyre ditëve do të këshilloj që të jemi më të kujdesshëm në mënyrë se si flasim. Kjo është vetëm një gjë, sepse mund të prishim punëve të tonë. Gjithsesi, në qoftë se jemi të vëmendshëm në lidhje me këtë temë, do të marrim ndihmë të dukshme nga ambienti jon, ose më themi nga njerëzit që kalojnë më tepër kohë, ata që kemi rreth jonë i ngushtë, vëllezërit, motrat tanë, në mënyrë që të jemi më efektiv në lidhje me temat që sa përmenda. Për sa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente shenja e Virgjëreshës ka një fokusim shumë të madh, ose më themi ka një ndihmë shumë të madhe në lidhje me këtë temë nga shoqëria e tyre. Kemi një socializim shumë të zgjeruar dhe një ndihmë, ose më themi, nga ana sociale në këto momente mund të ndihen më të vlerësuar dhe kjo i bën ata që të fokusojnë më tepër tek çështjet sentimentale. Kjo do thotë që edhe njerëzit që mund të jenë natyrë në këto momente mund të jenë nga shoqëria e tyre ose si rrjedhor prezantime nga shoqëria e tyre. Do të këshilloj që të fokusohen edhe këtu. Për sa i përket efikasitetit që kanë në jetë në këto momente, shenja e Virgjëreshës ka një rritje në dukje.
Ndërkohë që deri në këto momente kanë qenë të përballur me shumë sfida dhe mund të ketë qenë shumë e lodhshme, në të vërtetë të gjitha këto sfida që i donin përpara i mësuan ata se si të jenë më përzgjedhës, ku ta kanalizojnë energjinë e tyre dhe si rrjedhojnë janë shumë tepër efikas në përqasjen që kanë, edhe ndaj punës, edhe ndaj jetës, ndaj njerëzve, e çdo gjëje, si rrjedhojnë. Në këto momente shenja e vegjëlqjes është në një rritje të dukshme. Në qoftë se keni probleme, ose më të themi, në qoftë se nuk jeni në këtë fazë të rritjes dhe nuk po i materializoni dot ëndrat dhe qëllimet tuaja, do t'ju këshilloj që të vazhdoni mirë rrugën që keni zgjedhur, që të përdorni në realizimin e tyre, sepse aty mund të keni ngërçe. Nëse arrini që të gjeni rrugën e duhur, sistemi do t'ju ndihmojë dhe do t'ju çojë përpara. Shëndeti vegjëlqyeshës në përgjithësi në këtë moment është pozitiv, nëse kanë probleme mund të jenë tek rrugët e frymarrjes, do t'ju këshilloj që të ndiqnit edhe vitin që bëra në lidhje me hënën e re, sepse ato fola në mënyrë më të zgjeruar. Shenja e peshores, kjo është një javë shumë e ndikuar për të në lidhje me vlerësimin që ata kanë tek vetja e tyre. Ditët që do t'ju këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm është dita e hënë dhe e martë, që atyre ditëve shenja e peshores mund të ketë mund të jenë në vetë sabotim në lidhje me këto tema, mund të zgjedhin që të kenë jetën e tyre, të mbajnë rreth rrotull persona që janë toksik dhe ata vetë mund të sillen të veprojnë në mënyrë të tillë. Kjo sepse mund të kenë një vetë vlerësim pak më të ulët në këto momente, ose mund të jenë shumë pasionant, mund të bien prej pasionit të tyre, si ndaj materjes po ashtu dhe ndaj individëve të caktuar. Prandaj edhe gjatë këtyre ditëve do të këshilloj që të jemi pak më të vetëdijshëm. Nëse nuk bien prej kësaj, është një javë shumë pozitive për shenjën e peshores. Ndikimi më i madh pozitiv do të vijë në lidhje me të ardhurat materiale. Këto do të thotë që mund të marrim edhe atë çfarë meritojmë nga karriera dhe si rrjedhë do të kemi të ardhurat materiale shumë të mira. Jo vetëm kaq, do të kemi edhe një zhvillim për sa i përket kreativitetit gjatë gjithë kësaj jave, duke qenë se dhe dielli do të ketë një kënd pozitiv me Plutonin, i cili është vendosur pikërisht te shtëpia e tyre e kreativitetit. Kjo do thotë që do të kemi burime, krimin të burimeve të ardhurave materiale të mira, do të jemi shumë më efikas në përdorimin e çdo elementi që kemi në jetën tonë, në avantazhin tonë, mund të kemi krimin e lidhjeve të reja, siç e thash, nëse nuk bien prej e pasionit dhe jemi më tepër të logjikshëm, kemi mundësi të përzgjedhim persona shumë të duhur për ne. Dhe duke qenë se ditën e shtunë edhe dielli do të kalojë tek shenja e Shëgjetarit, kjo do thotë edhe një ndikim edhe më i madh pozitiv për shenjën e peshores, sepse do të jemi tashmë shumë më pozitiv në mënyrë se si komunikojmë. Do të kemi pak a shumë fjalën jonë të ngjisë. Dhe kjo do thotë edhe një efikasitet shumë më të madh që shtohet nga kjo. Përsa i përket shëndetit, shenja e peshores është shumë e prekur, kemi shumë të prekur sistemi riprodhues nga kjo hënë e re, prandaj dhe shenja e peshores preket shumë nga kjo gjë. Gjithë ata që mund të kenë infeksione ose që kanë prirje drejt këtyre gjërave tek sistemi riprodhues përsëris, do t'i këshilloj që të shkoni te doktori dhe të bëni konsultat e domosdoshme, jo të nevojshme, të domosdoshme. Shenja e akrepit, vazhdojmë që të jemi në stilin e tij, është shumë ndikuar në përgjithësi pozitivisht. Dhe ditën e shtunë dielli do të kalojë tek shenja e Shëgjetarit, tek shenja e Radhës. Deri ditën e shtunë fokusimi kryesor do të vazhdojë që të jetë tek ne. Çfarë pozicioni kemi ne në jetë, në shoqëri, çfarë na ndikon ne më tepër dhe si rrjedhoj të përzgjedhim ato çfarë janë më të domosdoshme. Shenja që do të ketë më tepër shërim dhe rritje, më duhet të nënvizojnë nga kjo hënë e re, do të jetë shenja e Akrepit, sepse do të ndodhë tek shenja e tyre dhe do thotë që dielli do të lindë tek ata. Ndikimi më të madh dhe më pozitiv do ta kenë në lidhje me shërimin e gjitha tematikave që kanë të bëjnë me çështjet sentimentale, sidomos aty nëse kemi pasur të shkruajmë shumë lidhje që kanë qenë toksike, nëse lejonim që të kishte persona të tillë në jetën tonë, këto tashmë do të arrijmë që të riperceptojmë dhe të vëmë kufi të shëndetshëm. Do të kemi një fokusim shumë të madh tek këto tema gjatë gjithë javës. Kjo do thotë që do të jemi shumë të stimuluar në lidhje me këto tema gjatë gjithë javës dhe mund të kemi edhe rikthime nga e shkuara në lidhje me këto tema, pra ish partnerët tanë, sidomos ata afat gjatë mund të kemi rikthime. Do t'i këshilloj që ti merrni parasysh të dëgjonim, të flisnim, të komunikonim hapur dhe të themi edhe gjëra që neve ndoshta na kanë thyer. Kjo do të na ndihmojë shumë për të bërë atë që tash përpara, që të shërohemi. Shëndeti fizik është shumë i prekur tek shenja e Akrepit në këto momente, edhe çdo javë nuk do të jetë ndryshe, sidomos
probleme në lidhje me infeksione, më të themi, që kryen temperatura të larta, zgjedhjet e javë do të jenë shumë më tepër efektive. Do të këshilloj që të shkoni te doktori dhe të bëni konsultat e nevojshme, ose më themi edhe për këtë të domosdoshme, dhe edhe për shëndet akrepi mund të kemi infeksion në lidhje me rrugës seksuale. Edhe kjo është diçka që mund të preket shumë sepse edhe Venusi është i vendosur tek shenja e tyre në këtë moment dhe do të jetë shumë indikuar. Kemi një mundësi shumë të madhe që ti shfarosim këto probleme, prandaj dhe do të këshilloj vërtet që të shkon te doktor sepse është një moment që mund të gjejmë zgjidhje kolosale, ose zgjidhje të duhura në këto momente. Nëse kemi pasur vështirësi për të udhëtuar ose kemi gjithmonë atinin probleme, pengesa për të udhëtuar jashtë shtetit ose për të marrë një trajnim të dukshëm, edhe kjo është një javë ku mund të gjejmë zgjidhje dhe drejtësi, cila mund të them, në lidhje edhe me këto tema, por edhe në lidhje me të ardhurat materiale. Dhe shenja akrepi, siç e thash, një nga shenjat që do të ndikohet. Është shumë i nxitur dhe i sfiduar gjatë gjithë javës, por si përfundim do të kemi një zhvillim të dukshëm në të gjitha temat që sa përmenda, që janë pothuajse të gjitha. Shenja e Shgjetarit deri ditën e shtunë, që dielli do të jetë tek shenja e Akrepit, do të këshilloj që të jenë shumë të kujdesshëm. Në këto moment janë shumë të sfiduar sidomos në lidhje me botën e tyre të brendshme. Këtu janë shumë të nxitur, sidomos nga ana psikologjike, dhe mund të kemi edhe vështirësi për të shprehur, për të gjetur fjalët e duhura. Kjo do të jetë aktive deri ditën e shtunë, kur edhe dielli do të kalojë tek shenja e tyre. Nuk është diçka negative në afatgjat, por kjo javë është vërtet shumë e vështirë dhe mund të bëjmë shumë shpejt pre e pasionit dhe e lodhjes. Mund të varëpojmë drejt pasionit dhe se rridhoj do të na lodh. Në moment që ne varëpojmë drejt pasionit dhe lëm pas dore logjikën, do të shkënjehemi vërtet shumë. Do të përballemi me persona të cilët nuk na i duan vërtet të mirën, që mund na kenë mashtruar, mund na kenë manipuluar. Kjo është e vlefshme në çdo aspekt të jetës. Më po në vizoj, nuk ka rëndësi, por normalisht mund të prekëm më tepër çështjet sentimentale, sepse ne si njerëz, si specie, ndikohemi shumë më tepër aty. Prandaj edhe gjatë kësaj jave do t'ju këshilloj që të jemi shumë të vetëdijshëm dhe ta mbrojmë veten tonë në çdo aspekt. Në qoftë se me fokusohemi më tepër tek bota jonë e brendshme, arrim që të kuptojmë më mirë se çfarë ne duam në të vërtetë dhe të realizojmë këtë pa ndihmën e të tjerëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndërkohë që me kalimin e diellit tek shenja e tyre, që është ditën e shtunë, tashmë do të kemi një rritje kolosale në çdo aspekt të jetës së tyre, si në të ardhurat materiale, po ashtu do të vlerësohen më tepër, do të kenë një energji shumë më tepër pozitive, do të jenë shumë më aktiv, proaktiv. Do të kemi më të themi në këto momente edhe Marsin të vendosur tek shenja e tyre. Kjo do të thotë që do të mund të gjithë energjinë që kanë mbledhur, akumuluar në këto momente, mund ta shprehë në mënyrë shumë më tepër pozitive. Do të udhëtojmë më tepër, edhe nëse kemi pasur pengesa njëllësi, siç ishte tek shenja e Akrepit, për të udhëtuar jashtë shtetit, pas kësaj do të kemi më tepër mundësi që ta bëjmë këtë. Por deri ditën e shtunë, në qoftë se nuk kemi mundësi që të dalim jashtë shtetit, do të këshilloj gjithsesi shenjës së Shgjetarit që në mënyrë që të shmangim përballje me situata të cilat janë negative ose mund të kthehen shumë shpejt në toksike, që të udhëtojmë, qoftë edhe në udhëtime të shkurtra, mundësisht i bëjmë vetëm, normalisht që ata që janë në familje, që janë familjar, do t'i bëjmë bashkë me familjet e tyre, por do t'i këshilloj që të qëndrojmë larg temave që janë të vështira. Në lidhje me shëndetin, shenja e Shgjetarit ka më tepër të prekur shëndetin e tyre mendor, shpirtëror, pra psikologjik, por si rrjedhoj, duke qenë se kjo do të krijojë një stres shumë të madh, mund të preket edhe shëndeti i tyre fizik. Mund të preket sistemi i tyre nervor. Dhe kjo do të thotë që mund të kemi edhe debulesa në disa vende, një lloj siç ishte tek shenja e Luanit dhe tek shenja e Gaforës. Tek shenja e Luanit thashë mund të preket rrugët kardiovaskulare, edhe tek shenja e Shgjetarit mund të preket kjo. Tek shenja e Gaforës thashë mund të kemi tension të lartë çdo javë, edhe për shenjën e Shgjetarit mund të preket kjo. Pra kemi dy tema të cilat janë shumë të rëndësishme. Do të këshilloj që gjatë kësaj jave ta kalojmë me qetësi. Fundjava që vjen është komplet ndryshe, kemi ndikim shumë të madh pozitiv, prandaj edhe në qoftë se thjesht kalojmë me qetësi deri ditën e shtunë mund të udhëtojmë, mund të bëjmë çfarë të duam. Shenja e Briciapit është në një ndikim shumë pozitiv.
në këto momente. Është shumë pozitiv. Fundjava mund të bëhet pakës, mund të fillojë të bëhet pakës më e vështirë, por deri në atë ditë do të kemi ndikime në përgjithësi pozitive. Në këto momente në anën sociale kemi një rigjenerim të dukshëm. Dhe deri në atë pikë normalisht mund të përballemi me persona që nuk ne duan shumë të mirën, që na fusin bryla e të tjerë, por shenja e bërcjapit janë persona shumë të vetëdijshëm, sidomos në marrëdhënie që duhet të kenë, ose si duhet të mbajmë marrëdhëniet, ashtu siç duhet në tek ambienti që i rrethon, në mënyrë që të kenë një rritje në karrierën e tyre. Kjo do t'i bëjë vërtet shumë mirë gjatë gjithë javë. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm edhe tek bota e brendshme, një lloj si tek shenja e shigjetarit. Kjo për shenjën e bërcjapit do të jetë sidomos ditën e premte e kurrëndjes, ditën e mërkurë dhe të njëjtë, duke qenë se Marsi që është i vendosur në këto momente tek shenja e shigjetarit, mund të ndikojë në mënyrë negative. Mund të përballem me persona që i helmojnë pak a shumë ose me situata të tilla. Prandaj edhe do t'i këshilloj shenjës së bërcjapit që gjatë këtyre ditëve të jenë më të vetëdijshëm. Përveç kësaj do t'i këshilloj që të jenë më të kujdesshëm edhe për gjithçka që konsumojnë, pra ushqimet që konsumojnë gjatë këtyre ditëve, sepse edhe nga këto mund të helmohemi. Por këto janë gjërat e vetme që do t'i këshilloj, që mund t'ju këshilloj që të jenë të kujdesshëm. Përveç kësaj kemi një ndikim shumë të madh pozitiv, sepse do të kemi një vlerësim shumë të madh nga shoqëria. Në qoftë se pastrojnë mirë personat që në këto momente e shikojnë që jo kanë më të keq, e kanë shumë më të thjeshtë që të kemi një rritje kolosale. Rritja më e madhe që do të vijë do të jetë duke filluar nga dita e njëjtë, e premte dhe e shtunë, do të kemi një rritje në të ardhurat materiale, sepse do të kemi fat në lidhje me këtë temë. Do të vijë si rrjedhoi e punës që kemi bërë, por normale edhe fati në të vërtetë është merit gjithmonë. Ndërkohë që duke filluar nga dita e shtunë e tutje, do të kemi tashmë fokusimin më të madh tek ata, tek bota e tyre brendshme. Kjo në të vërtetë do t'i bëjë vërtet shumë mirë. Do të kemi rigjenerimin e lidhjeve të tyre sentimentale, sidomos atyre afatgjata, dhe ky fokusim tek bota e tyre brendshme do t'i ndihmojë ata që të perceptojnë mirë se ku e kanë, cilat janë kufijtë të shëndetshëm, mendjes, dhe përveç kësaj, përveç përcaktimit të kufijve të shëndetshëm dhe se si t'i aplikojnë ata, që do të thotë edhe rigjenerimin e marrëdhënieve të tyre. Kjo mund të thotë që edhe martesat vërtet që mund të rikthehen tashmë, pra ato që kanë qenë problematike, që mund të kenë dashur që të ndahen, tashmë mund të gjejmë zgjidhje. Dhe kjo do të thotë që do të jenë shumë më të sigurt dhe si rrjedhë do të kenë më tepër kohë që të fokusohen tek karriera dhe tek krijimi i një stabiliteti ekonomik. Shenja e bërcjapit edhe këta mund t'jenë pak të prekur tek shëndeti, por atë përmenda në lidhje me hënën e re, që do të jetë ditën e njëjtë tek shenja e krepit, do të këshilloj që të dëgjoni atë si video, mund ta gjeni tek kanali YouTube. Shenja e ujorit është në ndikime të përzira pak gjatë kësaj jave, është shumë stimuluar sepse drejtuesi i tyre që është Urani është rikthyer tek shenja e Demit dhe kjo do thotë një kënd negativ me ata që janë tek shenja e ujorit. Prandaj dhe gjatë gjithë kësaj jave mund të kemi probleme të rëndësishme brenda familjes, shtëpisë. Kjo do të thotë mund të kemi probleme me ujin, me mjetet elektronike, elektroshtëpiake, më mirë të themi. Edhe këto mund të kemi probleme për shenjën e ujorit, mund të kemi tërmete në jetën e tyre personale. Të gjitha këto në përgjithësi do të dalin në mënyrë që ata të gjejnë zgjidhje, por është një javë e lodhshme nëse nuk jemi të vëmendshëm. Ditët që do të lodhen më tepër janë pothuajse gjithë java, duke filluar nga data 17 deri në datën 22 do të jenë shumë të ndikuar në lidhje me temat që sa përmenda. Prandaj dhe mënyra se si komunikojmë me familjarët tanë duhet jemi të kontrolluar, se çfarë bëjmë të gjitha orën ditë, se si përdorim ato duhet jemi shumë të kontrolluar. Në të njëjtën kohë, të gjitha shitjet dhe blerjet që duam të bëjmë në këto momente për shtëpinë, do t'i këshillojë që t'i shtynin për javën në vazhdim, sepse gjatë kësaj jave mund të marrim vendime vërtet shumë të nxituara. Ose gjatë kësaj jave mund të perceptojmë, të dalin në skenë gjëra të cilat na duhet që t'i dimë në mënyrë që të bëjmë zgjedhjen e duhur. Për shenjën e ujorit, kjo është një javë në të cilën duhet të vërtetojnë mirë situatën. Dita e njëjtë, e premte dhe e shtunë është komplet e kundërta, sepse do të kemi edhe mundësi që të marrim, ose më thënë, do të marrim një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria dhe kjo detyrimisht do të na ndikojë ne në mënyrë pozitive. Për shenjën e ujorit, shoqëria ka shumë rëndësi. Jeta e tyre sociale, pozicioni që ata kanë në shoqëri ka shumë më tepër rëndësi, prandaj dhe
për këtë arsye fundjavën do ta kaloj shumë më mirë, por deri në atë ditë do të këshilloj që të jemi super të vëmendshëm. Në lidhje me shëndetin e tyre fizik, shenja ujore në këto momente mund të jetë shumë i nxitur, shumë i stimuluar, prandaj dhe mund të kemi të prekur sistemin nervor, i cili është dhe pjesa që shenja e ujorit e ka më të ndikuar në përgjithësi, ka më të prekur. Prandaj dhe do t'i këshilloj që çdo lloj stresi që ju krijohet gjatë kësaj jave, sidomos në lidhje me karrierën ose me komunikime të vështira që mund të ndodhen tek vendi juaj i punës, do t'i këshilloj që të merrni pak më tepër sportivitet, në mënyrë që të mos ndikoheni aq shumë. Por pas kësaj, vërtet që pas kësaj do të jenë shumë më tepër pozitive. Bile edhe vendosja e uranit tek shenja e dimit nuk do të ndikojë më kaq negativisht, përkundrazi mund të bëhet një stimulim vërtet shumë i madh për të krijuar një stabilitet ekonomik dhe stabilitet në përgjithësi. Mirëqenie. Prandaj edhe këtë javë, nëse kalojmë me sukses, kemi mundësi pas kësaj që të kemi një rritje shumë të madhe. Shenja e peshqeve, që është edhe shenja e fundit, gjithmonë e them këtë. Atëherë, është shenja ndikuar pozitivisht në përgjithësi. Deri ditën e premte do të kemi ndikime shumë të mëdha në lidhje me botë kuptimin që ata kanë, do të kemi një zgjerim këtu, do të kemi shkatërimin e gjitha fanatizmave që ata mund të kenë, edhe në mënyrë se si e përcjellin ose e pasqyrojnë veten e tyre, reflektojnë veten e tyre, karakterin e tyre në botë. Në qoftë se deri në këto momente kemi pasur gjëra të cilat nuk kemi qenë të sigurt ose pak a shumë komplekse në lidhje me veten tonë, kjo hënare do të arrijë që të shëroj këto. Është një ndikim shumë më pozitiv. Por i përsëris videon që bëra në lidhje me të, mund ta gjeni te kanali i YouTube-it, do t'i këshilloj që ta ndiqni. Do të kemi të prekur sistemin imunitar gjatë gjithë kësaj jave, si rregoj duke qenë se shenja e peshqeve preket shumë, ose kam më të ndjeshëm se të gjitha shenjat e tjera, mund të jenë edhe këta të ndjeshëm, mund ta kemi të prekur dhe si rregoj mund të kemi edhe probleme në lidhje me shëndetin, sidomos në lidhje me infeksionet. Shenja e peshqeve ka shumë të ndikuar të gjitha edhe gjakun e të tjerë, për çdo gjë që rrjedh pak a shumë. Prandaj dhe mund të jenë të nxitur, të stimuluar në lidhje me këto tema, do t'i këshilloj që të mbajmë në kontroll. Por, në qoftë se këto i kemi në kontroll, shkojmë vizitat e nevojshme, konsultat e nevojshme të doktorit dhe jemi më të fokusuar për të mirëmbajtur kufijin të shëndetshëm me të gjithë personat që kemi në ambientin tonë, atëherë kemi shumë më tepër mundësi që gjatë këtij javë ta përdorim në avantazhin tonë. Pika ku do të rritet më tepër shenja e peshqeve është karriera. Do ta fillojmë që ta ndijmë shumë më tepër javën që vjen, por edhe këtë javë do të fillojmë që ta ndijmë në mënyrë të dukshme. Mjafton që ne vetë të dimë se si të komunikojmë dhe të fillojmë që të bëjmë ata lider që faktikisht e kemi si natyrë që të jemi, në qoftë se thjesht nuk bien pre e viktimizimit që ne mund ta kemi pak më tepër shef që ta bëjmë. Por në qoftë se jemi të përgjegjshëm, siç e thash, fokusohemi tek zgjidhja dhe jo për të krijuar drama, kemi mundësi që të kemi një rritje kolosale në karrierë, e cila do të thotë edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Gjatë kësaj jave, gjithsesi do të këshilloj që të gjitha shpenzimet t'i bëjmë në mënyrë të kontrolluar, pra me lapse me letra çdo gjë, sepse në qoftë se e tejkalojmë kufirin, asaj do të kemi vërtet vështirësi pastaj për ta mbledhur. Këto ishin ndikimet që kishim të gjitha shenjat. Në lidhje me çështje sentimentale, shenja e peshqeve në këto momente është një periudhë që ka mundësi të rikthimeve të shumta. Do t'i këshilloj që t'i përdorni, ndoshta jo rikthime nga ish partnerët tuaj, sepse për mendimin tim nuk është asnjëherë e shëndetshme, por fillime të reja me persona që vijnë nga shkuara juaj që nuk keni pasur lidhjen të shkuarën, do t'i këshilloj që t'i filloni që këto ishin të gjitha ndikimet që kisha për të gjitha shenjat. Ka shumë persona që pyesin, domethënë, për një shenjë të caktuar, edhe pse për shembull kur unë kam thënë që është një periudhë me fat për ta, por janë të ndikuar në mënyrë negative. Ne kemi tendencën vetë si njerëz që kur është diçka shumë e fuqishme
ndjesi shumë e fuqishme, fokusohemi shumë tek ajo, dhe në përgjithësi kur kemi shumë gjëra vazhdimisht negative që ndodhin në jetën tonë, mund t'i smadhojmë shumë më tepër këtë ndjesinë e pasigurisë dhe humbasim edhe shpresën. Prandaj dhe mund edhe të mos shikojmë anët pozitive ose gjërat pozitive që po ndodhin në ato momente në jetën tonë. Ajo çfarë unë këshilloj në përgjithësi është që të bëjmë disa hapa mbrapa dhe të mundohemi të shikojmë fotografinë të plotë. Në përgjithësi, bashkë me problemin vjen edhe zgjidhja. Është thjesht sepse a jemi apo jemi ne të aftë për ta perceptuar atë. Mënyra se si ta perceptojmë këtë është që duhet të bëjmë një hap mbrapa dhe të shikojmë komplet fotografinë e plotë. Kjo është vetëm kusht që kemi në të vërtetë, sepse kur bëjmë panik, normalisht nuk arrijmë të perceptojmë mirë situatën. Që nga në datën 4 dhjetor, hëna e plot, do t'jetë në shenjën e binjakëve. Çfarë shenjë është tani? Tani në këtë moment e jemi në shenjën e akrepit. Nëse po pyesin se cila shenjë po shpjegoj, nuk po shpjegoj asnjë shenjë, mbarova të gjitha. Mund ta gjeni te kanali im YouTube-it nesër. Edhe për shoqëtarin, po. Për shoqëtarin folë pak më gjerë. Dhe vërtet që po më duhet ta ripërsëris muajin nëntor, që ka muaji i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor tek meshkujt. Duke qenë se sipas statistikave që kanë persona, do të thonë, meshkujt që kanë më të prekur nga depresione, që kanë më të bërë drejt saj dhe si rrjedhë, sidomos në moshën adoleshencë, në periudhën e adoleshencës, pas ka shumë të cilët kryejnë vetvrasje. Kjo është edhe arsye që doja të ngrija pak më tepër ndërgjegjësimin e drejt kësaj. Kursëzimet që ne krijojmë nga shoqëria na drejtojnë në disa gjëra të cilat nuk janë shumë të shëndetshme për ne, edhe mënyrë se si ne reagojmë te situatave janë si rreth këtyre kursëzimeve. Kallëpet që ne na vijnë përpara, si për meshkujt po ashtu edhe për femrat që duhet i përmbahemi, janë në disa raste jo shumë të shëndetshme për shoqërinë. Është thjesht se janë tabu të cilat tashmë i shërbejnë dikujt ose personave të caktuar. Prandaj do të këshilloja të gjithëve që të mbështesim njëri tjetrin dhe sidomos gjatë fëmijërisë të mundohemi që të gjithë, qoftë edhe nëse kemi të njohur, të mundohemi që të bëjmë që të ndjenë të pranuar dhe që të kenë mundësi që të komunikojnë të gjithë hapur ndjenjat e tyre. Mendoj që kjo është vetëm mënyrë që kemi për të shëruar shoqërinë. Okej. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit më të gjithëve që morët pjesë. Për mua është një kënaqësi dhe një privilegj shumë i madh që kam mundësinë që të mund të flas me ju në këtë mënyrë. Këtë video ta keni nesër në orën 10 e keni te kanali im YouTube-it, mund ta ndiqni që atje. Faleminderit edhe një herë, natën e mirë. Mirupafshim. Do të shihemi ditën e martë, do të bëj një video me lidhje me pyetje përgjigje. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, mund të ndiqni edhe atë ditë. Lidhjet e drejt për drejta, ditën e martë e bëj edhe nga TikToku, edhe nga Instagrami, ndërkohë që këtë që është ditën e shtunë e bëj vetëm nga TikToku. Okej. Faleminderit pra, dhe